Tani, pare punës topi është në kushën e Ramës për ta gjuajtur. Pra, si thua, lëvizja, zonja Spiropali ka bërë lëvizjen e vet. I ka thënë, "Okej, më përjashto, nëse to që kam bërë deri tani veprimet e mia ose kritikat e mia parimore për modelin e qeverisës, jo për ty si person, deri tani meritojnë përjashtim." Pra se thua, tani është topi në anën e Ramës, ai duhet të reagojë. Sigurisht Rama dhe mund mos reagojnë, mund mos bëj asgjë, mund hesht, mund ta lërë në pra, topi që ta izoloj, mos jap pesh fare Spiropalit, mund të bëj këtë gjë. Siç mund të bëj edhe sikur ta toleroj si një lloj fraksioni aty brenda partisë, por do ishte e rrezikshme për të, sepse atëherë do tregohej i dobët. Nga ana tjetër mund të bëj edhe përjashtim, pra ta përjashtoj direkt, duke qenë se e kishte paralajmëruar edhe një herë të tretë, pra del jashtë. Nuk jemi del jashtë. Pra mund ta nxjerrë jashtë pa diskutim. Mirë, por nëse do bëj këtë, do jap një mesazh diktati mbi partinë dhe do e paraqes Partinë Socialiste si një forum ku nuk tolerohet asnjë lloj kritike nga askush. Në një farë sensi do të jepte Spiropalit të drejtë. Por pra do të jepte të drejtë dhe një lloj kapitali moral. Jo brenda PS-së aq shumë, sesa në atë që quhet elektorat i kri, i mërzitur e i lodhur me këtë lloj politike ku mendimi nuk vlerësohet, po vlerësohet vetëm besnikëria ndaj liderit të gjitha.